Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet dhe lavdimet janë vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë, dhe salavatet e përzemërta mbi vullën e mbar njerëzisë, Muhammedin alayhi salatu vesselam, në këtë ditë të bukur xumaje, të datës 22 maj 2026, apo 5 Dhulhijhe 1447 Hijri. Duke qenë se kemi hyrë në muajin e fundit sipas kalendarit Hijri, pra muajin Dhulhijhe, në një mënyrë ose tjetrën po mësojmë se çdo gjë që ka fillim ka edhe mbarim. Kjo na çon drejt një rrëfimi të vërtet dobiprurës të një djaloshi i cili ishte pjesë e një grupi shokësh me sjellje vagabondash, që nuk linin gjynah pa bërë. Sa herë që ky grup gjendej në një rrugë, kushdo që kalonte aty pari, ata ose e rrihnin ose madje edhe e përgjaknin. Prindërit u andalonin vajzave të tyre që të kalonin fare aty pari, aty ku gjendeshin ata. Madje edhe kur kalonin pranë xhamive, i shqetësonin xhamatlinjt me çka mos, hynin madje edhe brenda xhamia dhe bënin prapësi të ndryshme ndaj tyre kur ata ishin në pozitat e dalluara të namazit, si për shembull në ruku apo në sejdë. Dhe askush nuk guzonte t'i bënte zë. Një mbrëmje Ramazani, grupi shkoi në xhami për t'i bezdisur njerëzit si zakonisht. Mes tyre ishte edhe një djalosh me pamje të zezë, pra si zeshkan, i cili ishte shumë i vrarësht me njerëzit, madje edhe me prindërit e vet. Atë natë, ky bëri diçka të jashtëzakonshme. I propozoi grupit që të hynin në xhami dhe të falnin namazin e Yasis dhe të Teravis. Ata pranuan, morën abdest, por pasi e falën farzin, u nisën që të dalin jashtë, përveç këtij djaloshi zeshkan, i cili i tha: "Ka kohë që nuk jam falur, po ndiej qetësi dhe dua të vazhdoj ende të falem." Ata e lënë dhe ikën pate. Kështu ai mbeti duke u falur dhe pasi që i tërë xhamati ishte larguar nga xhamia, ky vazhdoi ende të qëndrojë në xhami. Roja e xhamis deshi të mbyllte xhamin, por nuk mund të prezente djalin. Ndërkohë, babai i djalit ishte bërë shumë merak për të birin e vet dhe doli për ta kërkuar. Më së paku i shkoi ndërmend që mund të jetë në xhami, por megjithatë e shfrytëzoi rastin dhe shkoi edhe deri tek xhamia dhe kur erdhi në hyrje të xhamis, e takoi rojen e xhamis dhe e pyeti: mos ka mbet dikush në xhami? Ai tha: "Po, është një djalosh, po nuk e njoh se kush është." Kur hyri babai i vet, e pa që aty ishte i biri i tij. Dhe atëherë, aq sa u habit, po aq edhe u gëzua. Megjithatë, e bindi dhe e mori me veti dhe shkuan tek shtëpia. Pasi arritën, djaloshi kërkoi falje për sjelljet e dritashme, por prindërit nuk e kishin humbur asnjëherë shpresën në mëshirën e Allahut. Shpeshherë zgjoheshin natën vonë për të bërë dua që i biri i tyre të kthehej në rrugën e drejtë. Dhe lutjet i u pranuan. Thot Allahu te bareke ve teala: "Vërtet ti nuk mund të udhëzosh atë që do, por Allahu është ai i cili udhëzon në rrugën e drejtë këtë doj." Kështu prindërit u gëzuan pa mas. I biri i përqafoi dhe shkoi për të fjetur, duke kërkuar nga ata që ta zgjonin për namazin e sabahut. Kur thiri ezani i sabahut, e ëma shkoi për ta zgjuar, por ai nuk po merrte frymë. Ishte ndëruar jetë. La ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah. Pasi e dërguan për ta larë, për t'i bërë gasul trupit të tij, së bashku me ujë që po hiqej dhe po derdhej nga trupi i tij, hiqej edhe ngjyra e lëkurës së tij, tamam sikur të ishte i ngjyrosur. A ishin këto gjunahet e lara apo e pastruan me lajket? Zoti e di më së miri. E gjithë kjo ishte rezultat i duave të prindërve të cilët asnjëherë nuk e humbin shpresën në mëshirën e Allahut, e cila i mbulon edhe muslimanët, edhe jo muslimanët, edhe të devotshmit, edhe mëkatarët. Kjo sepse mëshira e tij e tejkalon zemrimin e tij. Andaj, kujdes o njeri se ç'bën me jetën tënde. Ndoshta të jepet mundësia vetëm një herë, ndoshta të jepet vetëm një shans që të pendohesh, dhe ti atë shans ose e merr dhe shpëton,
ose e lën edhe humb. Allahu na rujt të gjithëve. Unë shfrytëzoj rastin që t'ju informoj se dita e Arefatit, që është një ditë madhështore, dita më e madhe dhe më e vlefshme e vitit për gjithë besimtarët musliman, për ata të cilët nuk janë duke kryer haxhin, që mundësisht ta agjërojnë këtë ditë, dhe kjo ditë është inshallah ditën e martë me datë 26 maj 2026. Duke qenë se kjo është xhumaja para festës së madhe të Kurban Bayramit, gjej rastin që të gjithëve nga ky vend i bukur, nga kjo xhami e komunitetit bosnjak në qytetin e Ahenit në Gjermani, të gjithëve pa dallim që uroj këtë festë madhështore, urime për shumë mëtë festa e Kurban Bayramit. Allahu e pranoft nga ne dhe nga ju. Deri në xhuman e radhës, Esselamu alaikum rahmetullahi ve berekatuhu.